Trillion! Trillion se ky vend bëhet! A bëhet Shqipëria? A bëhet Shqipëria? A bëhet Shqipëria? Na thonë dhe duan të drejtojnë debatin tek vetëm Zvërneci. Por a ka korupcion në Shqipëri? A ka korupcion në Shqipëri? A ka shëndetësi në Shqipëri? A ka shëndetësi? A ka arsim? A ka rroga? Nafta, çmimet, apartamentet janë në qiell. Si do jetojmë ne? Ne themi s'kemi shëndetësi, ata thonë Irani. Ne themi s'kemi arsim, ata thonë Soros. Ne themi s'kemi rroga, s'blejmë të shtëpi, ata thonë Greku. Jo më jo, kam frikë, jatë panikosur, sepse ky shesh këtu plot 83 mandate t'i zëron. Kur populli del në shesh nuk ka më mandate. Pse tani? Kam pasur kohë 36 vite. 36 vite. Kur unë kam lindur në 92-shin e deri më sot, SBA ka ndruar 7 president. Kurse në Shqipëri vetëm 2 individ. A është kjo demokraci? A është kjo demokraci? Kupa është mbushur. A është mbushur kupa? Kam 5 vite. Që denoncoj situatën në spitalet shqiptare. 5 vite që denoncoj aty ku ju shkoni apo familjarët tuaj kanë shkuar apo do të shkojnë, sepse të gjithë nuk jemi imun ndaj smundjeve. Do ju lexoj një mesazh nga një zoj që më ka shkruar ditën e sotme, është me kimioterapi. Do vija me shumë dëshirë në protest, por jam pa qef nga kimioterapia. Që dua ta theksoj që çdo gjë po e bëj në Itali, se të ishte për shtetin tonë do të vdisnim më shumë nga pamundësia për lek, për ilaçe e sëmundje. A dini ju se pacientët që vuajnë nga kanceri janë pa kimioterapi, pa ilaçe, pa pajisje? A dini ju që motrat, nënat tona që vuajnë nga kanceri ginekologjik janë pa pajisje? Nuk shërohet kanceri pa këto pajisje. E këto njerëz, ky shtet, ajo ministri, harxojnë lekët, e dini ku? Këtu ke kryeministria këtu në mes. Është kopshti Eden, kopshti i Parajsës. Ka kushtuar 4.3 milion euro në taksat tona. Në taksat tona, dhe ndërkohë pacientët që vuajnë nga kanceri nuk kanë ilaçe. A e dini ju se ne kemi çuar 2 satelit atje në hapësirë, 6 milion euro. Në spitalet sot s'ka vigon, nuk ka alkool, nuk ka pajisje. Ata të cilët përballen me ishemi do duhet vdesin se pajisjet nuk punojnë. Ky është realiteti jonë. Ky është realiteti jonë dhe duhet të gjithë ta kuptojmë. Ka një përgjegjësi, ka një përgjegjës. Dini ju, një fëmijë jetim në Shqipëri se sa më para merr në muaj, pun babaj, janë 25.000 fëmijë jetim në Shqipëri, marrin 15.000 lek në muaj, 20.000 lek në muaj, e ndërkohë luksi 10.000 euro për të larë makinat për një muaj. Janë para tona. Na kanë vjedhur për gjatë gjithë këtyre viteve dhe s'mund t'i lëroj më. Për diasporën kam një thirrje. Ju kanë larguar nga Shqipëria. Ju kanë dalë nga prindrit tuaj, nga fëmijët tuaj, nga kushdo që keni rreth familjar. Sepse o do duhet bësh patronazhist, o do duhet të qëndrosh në shtëpi. A dini ju se një njeri sot nuk e blen dot një apartament në Shqipëri? A blen dot kush apartamentin sot? Diaspora do duhet të vi të jap reston
fare. Na kanë përzon nga shtëpia. Prindërit tanë do duhet jenë këtu me ne, ose nesër do na shikojnë nga telefoni sepse do jemi në Europë e kudo tjetër. E fundit thirrje. Mos e trajtoni këto flamur. Ky është flamuri jon. Na e kanë përdosur, na e kanë shkelur, na e kanë vjedhur. Por nuk duhet ta lejojmë më. Dhe Zotëri duhet jemi ne gjithë këtu. Mos e baktisni këtë shesh, sepse kjo çfarë ndodh sot nuk do ndodhi për 50 vite të ardhshme. Mos e baktisni këtë shesh, sepse është e ardhmja jon, është pesa jon. Nëse duhet jetojmë në Shqipëri pa na e vjedhur. Ky është sheshi më i bukur.